përveç këngëtarëve, aktorëve, sportistëve e politikanëve, në botë në përgjithësi janë një grup njerëzish të cilët janë bërë të njohur dhe kanë bërë çdo gjë për të arritur famën përkundër talentit të tyre. Paris Hilton, Kim Kardashian, Amber Rose e disa të tjerë janë pjesë e kësaj liste. I lam pak anash këta dhe i kthehemi shqiptarëve, cilët janë ata personazhe të cilët arritën të bëhen të njohur për publikun pa ndonjë arsye të veçantë. Këtë më së miri kuptojmë nga storia e radhës. Çdo ditë hasim në shkrime dhe emra të njohur botror të cilët gëzojnë një popularitet të jashtëzakonshëm. Pikpyetja e kësaj qëndron mbi arsyen se pse u bën të famshëm ata. Paris Hilton njihet si trashëgimtare e hoteleve të shumta që ishin pronë e babait të saj. Amber Rose u bë e njohur fal lidhjes me Kanye West. Kevin Federline famën e fitoi nga martesa e tij me Britney Spears. Nga një familje e thjeshtë me origjinë armeniane, familja Kardashian u bën yje në reality show-t amerikan. E mbretëresha e këtij fenomeni, Kim Kardashian, u bë motiv për shqiptaren Myla Sinanaj. Ajo arriti të bëhet e famshme në gjithë botën pasi imitoi deri në detaje bukuroshën Kim, madje shkoi deri në atë pikë duke ja rrëmbyer edhe ish burrin e Kim Kardashian. Një tjetër shqiptare e cila u bë e njohur është Edona James, një mashkull që u transformua në femër. Lajm bëri lidhja e saj me një ish futbollist gjerman. Personazhe të famshme të tilla ku fama nuk barazohet me talentin e tyre, kemi edhe brenda kufive shqiptar. Është njëri nga personazhet i cili njihet për jetesën e veçantë që ka. Vetura, shtëpi e mbi të gjitha luksi e bëri Vali Corleonen një ndër personazhet më të diskutuara. Prive transmetoi çdo detaj nga jeta e tij, duke ndikuar kështu edhe në popularitet. Vali Corleone sot e asaj dite njihet si një karakter i veçantë i cili bën një jetesë ndryshe nga të tjerët. Ai akoma vazhdon ta ruajë të ashtu quajturën famë. Nuk jam unë Corleone filma, po filmat i bëhen live. Një emër diskutimi në showbiz është edhe Lori Hoxha, sidomos pas fitores në spektaklin Dancing with the Stars Albania. U vë në dyshim se pse ajo u ftua në programin e yjeve, kur ajo nuk ka të bëj asgjë në botën e artit. Por i gjithë ky popularitet nuk i vije kot. Ajo është vajza e ish drejtorit të televizionit Top Channel. Lori është pasardhësja e Dritan Hoxhës, personazhit mediatik më të përfolur në Shqipëri. Nita Strefi është një tjetër emër i cili i përket kësaj liste. Ajo ka fatin t'i përkas familjes Strefi. Nita u bë e njohur fal motrave të saj këngëtare Nora dhe Era. Ajo para pak ditësh u shfaq në videoklipin e dytë të Erës Apo Don. E nuk i dihet të ardhmës, ndodh që edhe Nita do të inspirohet nga motrat dhe do të na befasojë me ndonjë talent. Kjo treshe jo pak herë është diskutuar si motrat Kardashian. Lek Plepi, një emër i madh në gjithë shqiptarinë. Ai tentoi të arrijë famën nga talenti për muzikën, por ja që nuk i shkoi ashtu siç e kishte paramenduar. Megjithatë, Lek Plepi prapse prap mbetet i përmendur në natyrën e vet. Duke pasur parasysh që niveli i famës po i ulej, Lek Plepi filloi të shfrytëzoj disa emra përfshirë këtu Rita Orën. Të don Shqipëria. Erdhi Rita Ora, erdhi në Shqipëri, enkas në flamur, vlet për pavarësi,
22 vjeqe, po largu që vogël. Qenë moshën 1 vjeqare, ajo rritët në Londër. Me famshja në bot, me orizim shqiptare, deklarën